Sa po morën vesh që Këshilli për mandatet vendosi që mbledhja do bëhet me dyert të mbyllura, jo vetëm mediat nuk mund të hyjnë, por as deputetët e partive të tjera përveç Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike nuk mund të jenë në mbledhje. Kjo është një çmenduri e vërtet. Imagjinoni, ne si përfaqësues të Partisë Mundësia duhet vendosim të votojmë apo jo heqjen e mandatit, heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Por sipas tyre, këtë do ta bëjmë pa ditur asnjë informacion. Sipas tyre ne nuk kemi të drejtë, pavarësisht se prokuroria ka dërguar provat për deputetët, të gjithë deputetët duhet të vijen në dijeni me pretendimet e Spakut, me provat që ka Spaku për kërkesën për arrestimin e Belinda Ballukut, këta kanë vendosur që ta mbyllin dhe ta shikojnë vetë. Mos të lejojnë asnjë tjetër përveç anëtarëve të Këshillit që të vijen në dijeni me provat. Pse? Është shumë e thjeshtë, sepse në ato prova del Edi Rama. Belinda Balluku në përgjimet që ka Spaku i thot Berberit, shiko se më tha i biznesmeni që ka mbyllur me Ramën për një tender. Dhe Berberi thot ishte një tender i madh, ndam në disa që të menin të gjithë. Po kjo është vetëm një pjesë. Dosja është plot me çështje, plot me përgjime që tregojnë për fshirjen e Edi Ramës. Dhe mjafton të lexosh dosjen e Belinda Ballukut për të kuptuar që Edi Rama është në hetim, ka një dosje dhe s'ka si dyshim që shumë shpejt do merret i pandehur. Është tentativa për censur, tentativa që mos të vijemi në dijeni me faktet e prokurorisë. Luftuam këtu për të drejtën tonë që e parashikon rregulloria, e parashikon buron nga e kushtetuta, por ky është vendimi i tyre. Dhe jam lënë të theksoj një gjë, që jo vetëm fakti që duan ta mbajnë mbyllur gjithçka, por po përgatisin një puç të vërtet për ta shtyrë në maksimum. Avokati Belinda Ballukut sapo ka kërkuar më shumë kohë, se thotë që duhet të njihemi me aktet. Ndërkohë që prokuroria thotë është urgjente heqja e imunitetit, sepse është kapur duke shantazhuar dëshmitarët e pjesëmarrësve në drejtësi. Pra shikoni se çfarë po bëhet këtu. Ndaj duan ta mbajnë me dyert të mbyllura. Kjo është shumë e rëndë. Është qartë si betejë jonë vazhdon në institucione, në parlament, në komisione, kundër korrupsionit, kundër vjedhjeve. Ja të pyesim një sekond, u mor vendimi për kërkesën që bën? U mor këtë vendimi, u mor? Nuk ka vendim, sepse në fakt vendimi u mor. U mor pa marrë vendimin, por sidoqoftë, nuk na ndalojnë. Do vazhdojmë të luftojmë. Në parlament, në media, në protesta, falenderojmë gjithë protestuesit, gjithë qytetarët që na mbështetën sot në protestën përballë kryesisë së Kuvendit për të kërkuar dorëheqjen e Belinda Ballukut, heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe nxjerrjen e saj para drejtësisë, si çdo qytetar tjetër. Qytetarët duhet të jenë me drejtësinë kundër korrupsionit. Trokasim, ta dim që jam akoma këtu, nuk kam ikur. Se mos mendoj një ky s'po marrim më parasysh kërkesën. Mirë, sa do vi dita. Si ishte the? Ju mendoni ta zotërin këtu. Ju mendoni se do vazhdojnë këta? Është dhoma sigurisë këtu. Vazhdo. Erdhën një dy gardistë dhe filluan presionin. Po atë nëse s'bën presion. Dhe mendojnë se do jenë këtu për gjithmonë. Jo, nxjerrin kokën. Jo mos ju mendoni se jeni këtu për gjithmonë. Filloi presioni, dërguan filloi presioni. Filloi presioni, edhe këtu ka njerëz të ndershëm, po ka dhe Palaço që vinë këtu dhe bëjnë presion. Ka gardistë të ndershëm, po ka dhe Palaço që vinë e bëjnë presion. Përdorin çdo mënyrë. Mendojnë se do jenë pushtet për gjithmonë. Kështu kanë menduar të gjithë autokratët e korruptuar, se do ishim për gjithmonë.
Po do ju vi dita, dhe po ju vjen shumë shpejt në fakt. Po ju vjen shumë shpejt. Po vjen shumë shpejt. Ndërkohë vazhdon shefi, ku është shefi? Është shefi juaj to? Është shefi juaj, mund të flasim këto me shefin? Nuk është to, mund ta thrisni? Jeni të gardës dhe ju? Mund ta thrisni shefin lutem? Okej, faleminderit. Pyesim shefin. Nëse është normale që gardisët kalojnë këtu dhe bëjnë presion. Se ka dhe kamera këtu. Shikojmë pak. Gangsterët që bredhin këtu në për parlament. Vazhdojnë. Kujt? Se ma ngrëzërin si kur po të bëjnë në një padrejtësi. Që e ngrëzërin? Qa ke që ngrëzërin? Politikë i grupit PD-s. Jeme PD-n? Po. Dakor, tra, po pëse nuk e nevoj të rakosh në të njështë, edhe i PD-s të jesh prapë. Unë t'jesh një pyetje po të bëj. Unë një pyetje po të bëj. Po dakor, po Toni nuk e nevoj të apërdosh atë tonë ashtu. Si kur trash qafë. Se në fundis do t'ishe ti aty, po do t'isha unë. Janë, është këshilltari dhe s'është deputeti. Ti e votuar gjë? Ka vend për këshilltar, po s'ka vend për deputet aty brenda. Imagjinoni, kjo është çmenduria këtij. Të trash dhe zërin. Vazhduar në kokë. Futi protestuesit brenda, thot Ikli. Ta bëjmë, plasemi. Se ata nuk dalin vetë të përplasen, deri në gardën. Por si dhe qoftë, dhura nuk është zgjidhja. Kërkesa nuk është votuar akoma. Presim. Nuk iki dot nga këtu, nuk I bashkojmë dot protestës jashtë, sepse po ika unë dhe e mbyllim me njëri tjetrin dhe besoj se garda nuk më lëmë të fytë të ty fare, as këtu nuk afrojmë dot më pastaj. Kaq duan. Po dola jashtë, s'ka më. Presim, ndërkohë vazhdon protesta përballë kryesisë së kuvendit, protesta e Partisë Mundësia. Juftojmë të na bashkoheni. Thot Teuta, agrone ka haka I popull që flej gjumë. Jo Teuta, jo nuk jam fare dakord me këtë që po thua, ke të drejta thuash, po nuk jam dakord. Unë mendoj që populli nuk ka, populli duhet të ketë një alternativë. Para se t'i kërkojmë llogari popullit, duhet të ndërtojmë një alternativë të besueshme. Nuk mund të presim, nuk mund të bëjmë përgjegjës popullin, të bëjmë moralin popullit, populli. Secili është në të drejtën e vet. Kush e ka për zëmër të ardhmen e Shqipërisë, kush mendon se duhet të reagojmë, të dali, mos të presin nga të tjerët. Secili të dali, sipas dëshirës, sipas mundësive. Kjo është ajo që po bëjmë. Ndërkohë, nuk dim se çfarë po ndodh brenda. Vazhdojnë ata brenda në jashtë, çfarë do bëjmë? Unë me gardën.